rezoluta për shikoni, është hequr gardi metalik, një pjesë e gardit metalik hiqet nga protestuesit dhe vjen të ndërhyj policia. Ishte vendosur si barier pra gardi metalik që në orën e parë të mëngjesit përpara parlamentit, por një pjesë e tij është hequr nga ana e protestuesve. Tani me Gjensila Kodrën për të na dhënë informacione. Gjeni, çfarë po ndodh? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, sërish tani janë edhe përplasjet e para të cilat nisën mes protestuesve dhe policisë, ku në fakt një pjesë e protestuesve tentuan të hapin gardin metalik të vendosur nga ana e policisë, por një pjesë e tyre filluan më pas të hidhnin domate, vezë dhe bidona plastik në drejtim të forcave të rendit. Në fakt pati një spostim më pas nga ana e policisë drejt protestuesve të cilët nuk I lejuan për të futur drejt parlamentit, aty ku në fakt nisën edhe deputetët e parë të cilët po shkonin në drejtim të parlamentit, ka pasur oferi dhe thirrje të shumta në këtë drejtim në momentet që qytetarët apo protestuesit ndiheshin si të provokuar, mund të themi nga forcat e rendit, pati edhe një moment për të vepruar, është afruar, ndërkohë që hidhen edhe vezë. Ka autobot të policisë, autobot me ujë të cilët kanë qëndruar në gatishmëri që në hyrje apo që në fillimet e kësaj proteste, autobotët me ujë kanë qëndruar në hyrje të parlamentit në gatishmëri nëse do të duhej pra ndërhyrja e tyre për të shpërndar protestuesit. Pati për një moment një tërheqje të protestuesve në momente që nisën edhe të tentonin për të futur në drejtim të parlamentit, por tashmë është momenti kur protestuesit duke qelluar me vezë në drejtim të forcave të policisë, kjo një shenjë proteste mund të themi, një shenjë hakmarrje mund të themi në thonjza për aq kohë sa edhe një plan I masave ai detajuar I forcave të rendit. Ndryshe, kjo duhet teksuar ndryshe nga herët e tjera, është që nuk lejohet askush të futet brenda perimetrit të sigurisë, ndryshe nga herët e tjera që në fakt perimetri I vendosur nga forcat e rendit ka qenë më pranë parlamentit ndryshe nga kjo e njëjte. Shohim një moment qetësie dhe në një paqe mund të themi të